ishte edhe kontributi i tij që në atë grup 38 përfaqësuesit e Partisë Socialiste, përfaqësonin intelektual, spikatur, shtetëror të quar të ri. Dhe kjo ishte, si thosh, ajo çfarë fatosi kërkonte që të bënte tek Partia Socialiste. Natyrisht ka shumë momente që mund të kujtoj, por dua të sjell në vëmendje Kongresin e parë të Partisë Socialiste në qershor të vitit 91. Pse dua ta sjell në vëmendje? Sepse në atë kongres Fatosnano deklaroi që Partia Socialiste e njihte humbjen, Partia Socialiste deklaronte veten si një opozitë konstruktive, demokratike dhe me kërkesë të këmbguljet Fatosit ishte ftuar Pjetër Arnori, simboli i vuajtjeve të regjimit komunist, kryetari i Parlamentit të Shqipërisë, i cili ishte në llozhen e Parlamentit. Duket tingëllon tani mund të duket si diçka normale, por në atë kohë ishte një gjë që bëri shumë përshtypje, ishte merite Fatosit, e Partisë Socialiste dhe vetë zotit Arnori. Dhe kjo qasje me sa duket nikoj edhe në faktin që në zgjedhjet e 26 korrikut vendor Partia Socialiste, vetëm 3 muaj pasi kishte humbur, pati atë fitore që tashmë e dim të gjithë. Kujtoj gjithashtu edhe konferencën e parë të Partisë Socialiste që u majt në 25 nëntor të vitit 91, ku Partia Socialiste miratoi programin themelor, miratoi një sër dokumente, por me gjitha me këmbguljen e Fatosnanos u miratuan disa dokumente që distanconin Partinë Socialiste nga Partia Punës dhe nga vëmendësia e Enver Hoxhës. Të gjitha këto për kohën ishin ngjarje që e formtuan imazhin e tij si një njeri me mendje të hapur, si një demokrat i cili pranonte mendime ndryshe dhe kishte një qasje krejt perëndimore. Leksiku i tij ishte shumë i çuditshëm. Ai fliste për ekonomi tregu, fliste për lëvizje të lirë të ideve, të mallrave, të kapitaleve, gjëra të cilat për kohën tingëllonin krejt dhe të reja krejt të ndryshme. Dhe fal kësaj këmbgulje, natyrisht dhe gjithë ekipit, sepse Fatosnano drejtonte me ekip, u bë mundur që Partia Socialiste në një kohë rekord të pranohej antare internacionale socialiste edhe në të gjitha strukturat e tjera politike të smajtjes demokratike evropiane. Në fundi dua të theksoj edhe faktin që pasi Partia Socialiste erdhi në pushtet në 97 qershor të 97 me një votë plebiscitare, ajo që bëri përshtypje të thellë tek të gjithë ne që ishim pjesë e asaj partie, unë isha deputet i Partisë Socialiste në atë kohë dhe drejtuesi i Tiranës, ishte këmbgulja e tij për ta ndarë pushtetin me forca tjera politike, me Aleancën Demokratike, njerëz të spikatur që vinin nga Partia Demokratike, me Partinë Social-Demokrate, Gjinushi kishte qenë koalicion me Sali Berishën dhe Partinë Demokratike, dhe kujtoj shumë mirë që ministri i drejtësisë u zgjodh një intelektual i klasit parë me formim juridik perëndimor si Timi Okonti. Po flasim për qershorin 97, ai ndau pushtetin jo vetëm brenda Partisë Socialiste, po edhe me parti të tjera. Dhe është e famshme parulla e tij të ndajmë pushtet për të bërë shtet. Kjo gjë ishte, si thosh, një credo e tij, e cila u jetësua në të gjitha vendimet që u morën pasaj, kur ishte fjala për mënyrën se si u ndërtuan strukturat e para të shtetit pasi shteti ishte shembur nga ngjarjet e tmerrshme të 97-s. Të fundit dua të them që i përket këtij kontributit të Fatosnanos të ekipit të Partisë Socialiste që u bë një diferencë shumë e madhe më herë pasi socialistët erdhën në pushtet. Kujtoj që për 5 vite në opozitë ne nuk na ishte lejuar asnjëherë që të bënim një protestë në sheshin Skënderbej, ndërkohë që Partia Demokratike që ditën që u largu nga pushteti për 70 ditë me radhë ishte në sheshin Skënderbej dhe askush nuk e pengoi që të manifestonte edhe të protestonte. Kujtoj që deri në vitin 97 Shqipëria kishte vetëm një media e kontrolluar nga shteti, Radio Televizioni Shqiptar, dhe më njëherë pasi socialistët erdhën në pushtet, ne miratuam një ligj, unë kam qenë kryetari i komisionit të hartimit të atij ligji, i cili e kthei transmetuesin shtetëror në transmetues publik dhe i hapi rrugën zhvillimit të mediave elektronike. Në një kohë shumë të shkurtër Shqipëria kishte gati 100 media elektronike. Pra të gjitha këto, raporti me mediat, raporti me shoqërinë civile, raporti me aleatët, raporti me vetë Partinë Socialiste janë prova që dëshmojnë se çfarë dimensionit demokratik, çfarë dimensionit qytetar kishte Fatosnano. Natyrisht ne kemi patur shumë debate, unë jam përfshirë në debate të ashpra dhe shpesh jam çuditur edhe nga mënyra se si ai sillesh me bashkëpunëtorët e tij në ngushtë, por gjithashtu po kaq i çuditur, por mirë kuptohet, ka mbetur edhe nga mënyra se si ai
e respektonte votimin, pra e bënte debatet ashpra, pastaj respektonte votet. Edhe brenda Partisë Socialiste, ai bashkëpunonte të ngushtë me ata të cilët i kishte pas kundërshtar, por i respektonte sepse kishin fituar në votimet që bëshin brenda nesh, dhe kulmi është pastaj edhe respektimi i votës së qytetarëve, kur ai dha shembullin që do ngelet në historinë e pluralizmit politik shqiptar, e kam fjalën për zgjedhjet e vitit 2005, kur ai doli një orë pasi Komisioni Qendror shpalli publikisht rezultatin zyrtar dhe deklaroi që ai merr të gjitha përgjegjësitë për humbjen e Partisë Socialiste dhe tërhiqesh nga jeta politike. Ky është Fatos Nano, ky njeri krijoi një forcë politike demokratike në kuptimin e vërtetë fjalës dhe ishte shumë e vështirë të bësh një gjë e tillë me Partinë Socialiste, se ne kishim lidhje, ne vinim nga Partia e Punës, me atë histori që ne e dimë gjithë. Dhe kjo qasje demokratike krijoi pasaj të gjitha atë mjedis, ato kushte, ato rrethana që mundsuan që në krye të Partisë Socialiste të vinte një lider i ri atipik si Edi Rama, për cilin nuk është rasti sot të flitet. E qartë. Mund të them unë për edhe një element të fundit se dua të t'jap kohën tënde të marrësh pjesë në këtë ceremoni martore për zotin Nano. Më radhit 2 ditë, ditën më të lumtur politike të tij dhe ditën më të vështirë të tij. Ditën më të vështirë ka qenë pa diskutim dita kur ai u burgos nga Sali Berisha, sepse ishte një burgosje krejt e padrejtë, krejt politike, ishte një mënyrë që për të larguar nga jeta politike për shkak të këtyre cilësive që theksova, dhe pa diskutim unë nuk e di se kush ka qenë dita më e lumtur e tij, por jam i sigurt që në politik gjithmonë. Po, sigurisht, po jam i sigurt që domethënë ajo që ka ndodhur në sheshin Skënderbej në zgjedhjet e 20 qershorit të 97-s ka qenë një gjë që nuk harrohet kurrë, një pjesëmarrje e jashtëzakonshme, një emocion i jashtëzakonshëm, dhe Fatosi vinte nga burgu, por atje ai dëshmoi që dinte të ngrihesh mi ndasit, nuk e përdori vuajtjen e tij për revansh dhe i mahniti, po përdori një term të tepërt mase, po të gjithë ata që po e ndiqnin atë çfarë po ndodhte në Partinë Socialiste me qasjen e tij për të ndërtuar një shoqëri krejt tjetër, pa hakmarrje politike, por me ekipe të cilët kishin ato cilësitë e tyre dhe me ekipe të cilat votoheshin dhe me vendimmarrje kolektive. Pra, kjo ka qenë ajo pjesëmarrje atje dhe mënyra se si u mbështet Fatosi ka qenë, besoj, një gjë që nuk harrohet lehtë, saqo që ai vinte nga burgu i Bënçës. Një detaj të fundit, kur mund të ketë qenë koha që ti ke komunikuar për të fundit me zotin Nano dhe a ka ikur ai në botën tjetër me ndonjë peng sa i takon angazhimit politik? Fatos Nano dha më të mirën, ai mbetet si që thonë të gjithë, unë nuk përpoqja të sjell shumë shkurt disa detaje, disa fakte, disa momente. Të gjithë kemi pengjet tona kur të paralizuara, por e rëndësishme është që ai kontriboi, besoj unë, do të mbetet në historinë e pluralizmit shqiptar si njeriu që kontriboi më shumë se pothuajse të gjithë për të investuar në ditët më të vështira që kalonte Shqipëria, kur po hidhte hapat e parë në shoqërinë e re të demokracisë, investoi demokraci pafund, jo vetëm brenda Partisë Socialiste që e kthei në një forcë vërtet demokratike, por kudo, siç e theksova në qeverisje, në media, në jetën publike, kudo. Ai ishte simboli i investimit demokratik. Komunikimi i fundit ka qenë urimi për ditëlindje, jo këtë vit, po vitin tjetër, sepse kuptova që nuk reagoi për shkak të situatës rënd shëndetësore që kalonte. Ai ka qenë komunikimi i fundit. Ne kemi patur një marrëdhënie edhe me debatet nga i herët ashpra, siç kanë qenë ato të KPD-s së vitit dhjetor 91, por kemi patur një mirëkuptim të jashtëzakonshëm, sepse ai respektonte institucionet, respektonte njerëzit e zgjedhur me votë brenda partisë, siç respektonte edhe votën e qytetarëve. Falenderoj shumë zoti Ulqini për këtë komunikim në lidhje me ditën e sotme në një ditë zije kombëtare për nder të ish kryeministit Nano. Faleminderit.